Tradita vazhdon. Edhe këtë vit organizohet panajiri veror Deçani 2016, i cili do të mbahet me datat 21 dhe 22 korrik 2016, ditë e enjtë dhe e premtë, në kuadër të aktiviteteve Ditët e Diasporës nën moton "Ti je pjesa e Deut", në përkujdesin e kryetarit të komunës së Deçanit Rasim Selmanaj, në bashkëpunim me Zyrën e Diasporës, mbështetur nga Ministria e Diasporës dhe OJQ Mbrojtje drejtat tua në Deçan. Hapja panajirit do të bëhet ditën e njëjtë me 21 korrik 2016 në orën 16 në qendër të qytetit të Deçanit, në sheshin Mendur Tolaj. Ky panajir tashmë tradicional, i cili organizohet në kuadër të aktiviteteve të shumta në shënim të ditëve të diasporës, ka dhe për qëllim promovimin e bizneseve vendore, turizmit dhe produkteve tradicionale, jo vetëm të komunës së Deçanit, por edhe të komunave tjera. Po në të njëjtën ditë, në orën 17, bëhet hapja turnirit tradicional në futboll të vogël, në ndërim të dëshmorit Rushdi Ramosaj. Turniri mbahet në stadiumin e ri të futbollit në Deçan me datë 21 dhe 22 korrik 2016. Po ashtu, me 6 gusht 2016, e shtunë, organizohet mega koncert nën moton "Ti je pjesa e Deut", me fillim në orën 20 para objektit të komunës së Deçanit. Bëhet edhe pjesë aktiviteteve të shumta në kuadër të ditëve të diasporës nën moton "Ti je pjesa e Deut".